Përshëndetje gjithëve dhe mirë se u gjej. Në këtë të shtunë me miq tanë do të kemi një temë shumë interesante, në fakt për çdo që është prind dhe ka vënë re gjatë prindërimit, jo vetëm misioni ynë është që të rrisim dhe të edukojmë fëmijët, por na ka ndodhur të gjithëve të kuptojmë momente caktuara që pikërisht nga fëmijët tanë, nga ata të vegjëlit tanë, të cilët rriten ditë pas dite para syve tanë, ka plot gjëra për të mësuar. Dhe në fakt pikërisht kjo është dhe tema e sotme. Çfarë ka mësuar nga fëmia im? Ka momente caktuara kur e kemi gjetur veten duke parë diçka interesante nga sjellja e fëmijëve, nga përgjigjet e tyre, nga mënyra e tyre të jetuarit, të kohës, të çijuarit të gjërave, të cilat shpesh herë na bëjnë të reflektojmë, për të kuptuar se sa shumë vrapojmë, se sa shumë kohë humbasim ndoshta nganjëherë në gjëra të tepërta dhe më pak i kushtojmë rëndësi atyre gjërave të cilat kanë vlerë të vërtet dhe që janë fëmijët tanë që her pas here na bëjnë të kthejmë kokën, të ndalim vrapin dhe të kuptojmë se cilat janë vlerat e vërteta. Çfarë kam mësuar nga fëmia im? Kjo është pikërisht pyetja që i bëjmë sot vetes dhe do të pyesim edhe miq tanë që do të vinë pas pak në studio. Sigurisht nuk do të mungoj edhe fjalimi 90 sekondësh i secilit prej tyre me mesazhet që ata kanë zgjedhur për ju të dashur teleshikues për të ndarë sot, por po kështu edhe në pjesën e tretë do të kemi pjatën e shefit, cila do të jetë receta që ai do të propozojë sot për të gjitha anvisat dhe sigurisht edhe pjata e shijshme me cilën do të gostisim edhe miq tanë. Le të nisim me të ftuarit. E para që vjen në studio është drejtore ekzekutive e Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon, Andriola Kambo, e presim. Mirë se erdhe, dashur. Më pëlqen ky luku yt sot, shumë bukur, se gjithmonë shumë klasike, shumë elegante, si përfundjavë, je bukur edhe freskët. Mamaja e një djali, sa vajti djali? 9:30. 9:30. Kam së shumë nga Deani në fakt. Ja, do na e thuash, secili ka eksperiencat e veta dhe me siguri do të kemi plot gjëra për të ndarë. Të ftoj të ulesh, e dashur Andriol, dhe presim një tjetër të ftuar, ai është kantautor, babai dy vajzave, Edmond Mancaku, e presim. Edmond Mancaku, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu, të ftoj të ulesh. Faleminderit që jemi ne. Presim, ajo është kryeredaktore e Radios Kombëtare Klan, mos harroni 92.9 FM, Dasara Karaiskaj, e presim. Dasara, dhe ja kur i takohemi çfarë ndodhi me ty pas kuitave. E të sa që mikrofoni gati. Jo, e kishim vënë për më ra mua. Si gazetar ka në vrap të përhershëm, më duket. Po që s'dalojnë kur, nga njëra studio në tjetrën dhe pak nga njëra ditë në tjetrën e takohemi brenda javës për të dytën herë sot sërish me Dasarën. Është vërtet edhe në fakt unë mbajta dhe fjalën, erdha e gjitha gazetare kësaj radhe. Madje edhe skandale. Fantastike. Po këto ku gjete? Super. Ua, sa bukur, kombinuar nga kokat e këmbët, një përfaqësuese e denj e zhanrit dhe kategorisë gazetarëve. Gazetarëve të mirë të showbizit gjithmonë, ti je fokusuar aty. Edhe të showbizit. Ka qenë zhanri yt më i preferuar pse? Jo, unë jam gazetare kulture me profesion. Po, ke marrë një profil her pas here, do të thonë të pëlqen të ngatrohesh me showbizin një çik, të hedhësh në një thumb ande këtej. Aty ka më shumë për të folur gjithmonë. Faleminderoj që je këtu dhe të ftoj tulesh. Presim një tjetër mik të programit tonë, ai është babai 3 fëmijëve, një aktor shumë i talentuar, e presim me shumë kënaqësi në studio, Gent Azizi. Gent, mirë se erdhe. O, sa bukur me kostum ti sot, të shkoka shumë. Ke Rudina në porosit i gruja. Eltona. E kam në shtëpi brenda atë, përfaqësuesen time aty tek juve. Eltona e dashur, cilën e përshëndes, është bashkëshortja e Les lava dhe aty në ti lava vetë. Dëgjoj, me 3 fëmijë që jeni ju, normal që do i vërtetë, sigurisht. Zoja lësh të gjitha Eltonës. Faleminderit që jemi ne dhe presim të ftuarën tjetër që na bashkohet, një curmarse e suksesshme, nën e 2 fëmijëve, Grace Petrovic, e presim. Grace, mirë se erdhe dashur. Kënaqësi që kam edhe ty në studio. Grace gjithmonë, mua më vjen të them edhe modele kur të prezantoj, po në fakt harroj që Grace e ka mbyllur atë kapitull, ndërkohë e ka hapur për shumë vajza të reja. Tjetër detyrë për sipër tash. Jo vetëm vajza, po edhe djem. Ka edhe djem që dëshirojnë të bëjnë modele dhe janë shumë strikt, janë shumë të rregullt, edhe kanë respekt për punën e tyre, kështu që më pëlqen mbi të gjitha që kanë ndryshuar mentaliteti shqiptar dhe mua 2 kursantët e parë para 13 viteve kanë qenë djem, kështu që për këtë jam shumë e lumtur. Faleminderit shumë që Faleminderit shumë për ftoj të ulesh. Ja tek jemi të gjithë bashkë. Sa bukur, kam përshtypjen që sot do të jetë një bisedë shumë e këndshme. Është paneli më i bukur që O, sa mirë më vjen.
Jo, e tha shumë. Ta më vjen që keni vetën mirë me njëri tjetri, sepse edhe biseda funksionon më mirë dhe ecën më mirë. Po mirë atëherë, para se të nisim ne se jam e sigurt që po shpërtheu duhet vështirë ta menaxhosh, kështu që e nisim me një nga mesazhet të cilat s'kan shumë lidhje me temën tonë, nuk e di cili do të filloj pari nga ju, kush ka dëshirë ta nisim me një mesazh? Mesazhi secili e ka parashikuar besoj në temën e vet. Andreola Kambo. Tek folklorja jon, 90 sekonda për Andreolën. E nisim me mesazhin e saj që ka në këto momente për teleshikuesit. Fjala për ty, Andreola. Në fakt, sot, unë kam zgjedhur të flas rëndësinë e emocionit të fëmijës. Se sa e rëndësishme është të lexojmë ato, të jemi të kujdesshëm në detajet që na transmetojnë ato. Sepse çiltërsia, magjia dhe sinceriteti dhe naiviteti që si një fëmijë të drejtohet dhe si një fëmijë e transmeton atë, besoj që është një kujdesje që ne duhet, në ditët e sotme, ne duhet kemi një kujdesje më të shtuar, duke pasur parasysh dashurinë që duan dhe vëmendjen tonë. Dhe kjo vëmendje duhet të transmetohet edhe në shkollë, por edhe në ecurinë e komunitetit, me shokët, shoqet që ai rin dhe transmeton. Pra kjo është një kujdesje që duhet kemi ne në rolin e prindërimit. Dhe unë kam mësuar shumë nga djali, rëndësinë e prindërimit, energjinë që duhet transmetojmë dhe më ka falur shumë durimin dhe të kuptojmë se sa rëndësishme është qasja e të qenit të duruar dhe pak i paragjykuar. E është ka që vërtet, kjo që sa po the, Andreola. është e vërtet shumë. Megjithatë ishte një parathonje shumë e bukur e fillimit të programit tonë, sepse u lidh shumë me temën që ne do të diskutojmë. Mendova që do flisje për muzën, do ta shfrytëzoj këtë 90 sekondë për muzën. Jo, nuk edhe pata emocion dhe të drejtë. Se gjithmonë... Po përgatitet mirë po shkojnë me që... Po, shumë mirë, shumë intensive. Dhe ka shumë prurje, ne sapo kemi mbyllë dhe casting për modelet, që kemi besoj që një prurje dhe një surprizë madhe për ne, që ka një dëshirë të shtuar dhe tashmë muza është këtu një platformë e qëndrueshme, jo vetëm e qëndrueshme, po tashmë është këtu një platformë që karakterin e saj e ka ndërkombëtar dhe kjo më gëzon shumë. Edhe sigurisht suksese do urojmë sepse do t'jemi edhe do të vazhdojmë ta ndjekim pas paze. Ka ende rrugë për të bërë po. Jo, unë për muzë, dyja ime thot që jam unë muza jote, unë të jo ti e miza ime që vje për dalë. Muza. Gent me që jemi këtu, çfarë është prindërimi për ty? Atëherë unë e them edhe në shfaqjen time, them ne jemi një brez që kemi dëgju prindrit, tani jemi brezi që dëgjojmë fëmijët. Kështu që jemi, sepse gjithmonë ne mendojmë që ne si kemi pas këto gjëra që kanë fëmijët sot. Dhe gabojmë sepse nuk është më ajo kohë. Duhet përshtatemi ne me fëmijët dhe t'jemi jo në një hap me ata, se na ka kalu shumë përpara, po t'i ndjekim të pak. Jemi shumë të informuar si gjeneratë prindrish, besoj, në që ndryshon le themi nga gjeneratat e prindërve tanë, pa diskutim, në lidhje me prindërimin, edhe pse dashuria mendoj unë që nuk ka lidhje as me kohën, as me epokën, as me zonën, as me rajonin, dashuria është dashurie dhe ajo s'ka munguar as njëherë. Por ka shumë të për informacion sot, shumë të për libra, dikur s'ka ekzistuar diçka e tillë, kur jepeshin ato këshillat se si të prindërojmë, në mënyrë që të rrisin fëmijë të shëndetshëm dhe të formuar mirë, se ky është qëllimi në fund. Gjithatë, unë kam kuptuar të paktën nga eksperienca personale që në kuadër të këtij informacionit që shpesh është i tepërt, edhe po i pengojmë pak fëmijët tanë që dhe të gabojnë. Sepse ndonjëherë është e nevojshme që të përballen. Ne brezion e themi me krenari që u bëm këta që jemi për shkak të sfidave që kaluam në jetë. Dhe duket sikur nuk po i lejojmë fëmijët tanë që të kenë dhe ato sfidat e tyre. Kështu që informacioni është i rëndësishëm dhe për shumë gjëra na ka ndihmuar, po mendoj që për shumë akoma edhe na ka penguar. Penalizuar. Edhe rritja e vetë besimit e fëmijë, për shumë. Jemi dy brezat ndryshëm që ti për shumë edhe me të thonë fëmijë që mora 4, mora 5, mora 6, ti duhet të thuash me fjalë që mos u mërzi, s'ka problem. Herës tjetër do a shumë mirë. Ti do suporton emocionalisht. Në kohën tonë nuk guxoje të shkoje në shtëpi se kishe marrë 5 apo 4. Që t'ja rrotulloje muhabetin se ka ndryshuar. Kur do të ndalosh për të parë X gjë në YouTube ose edhe një film.
Edhe jam marrë celullarin, s'ka problem, po e shoh kemi Rejla nesër. Kështu që ka gjithmonë zgjidhje për ta. Edhe ata dinë shumë më tepër sot, ë? Kështu që ne Ka më shumë informacion. lexojmë për që më di shumë më tepër. Dinë dhe me qënë se tema sot ishte pikërisht çfarë mësojmë ne nga fëmijët, duhet të mësojmë edhe që sigurisht ne jemi prindër me lindjen e një fëmije lindje dhe një prind. Jemi shumë të dashur kur I shohim ato krijesa të vogla, pastaj ato rriten dhe ndonjëherë dhe të manipulojnë, sepse përfitojnë nga dashuria e madhe, por kjo është një gjë që edhe ne kur kemi qenë fëmijë kemi bërë, por ai niveli i manipulimit do parë dhe ai në çik me kujdes. Sidomos ke gocat. Do shta prandaj. Qunat, ne që jemi mama, qunash. Varet ajo mos përcaktoni stereotipe se varet, po gjithsesi është ai momenti I parë. Pra, ne ndryshimin I madh në jetën tonë fillon në momentin që bëhemi prindër. Në çastin e parë që ndjehesh prind dhe ke fëmin tënd në krah. Andrela, si ka ndryshuar jeta jote në atë moment? Unë dhe kur mendoj që ka qenë përgjithësi më e madhe dhe aty kam njohur ç'është dashuria në fakt. Ç'është dashuria dhe thua që ti e sheh dhe duket e pabesueshme, një gjë që një krijesë që në fakt është si ajo plastelina që gjatë rrugtimit duhet ta ndërtosh dhe të bësh një njerëz të edukuar, të devotshëm, të mësoj, të di të dashuroj, është shumë e rëndësishme të di të dashuroj. Të dashuroj librin, jetën, rëndësinë. Pra, gjithë këto kanë qenë në një moment në atë moment më erdhën shumë gjëra, pa aty kuptova ç'është dashuria në fakt, kur mora dhe anë në krah. Pra, që me ardhjen në jetë të fëmijës, ti mëson diçka, pa e kuptuar, fillon edhe I sheh gjëra ndryshe, fillon ndryshon ti vetë për mirë. Edhe fëmia me atë pafajësinë e vet, duket sikur të sjell parasysh fëmirin tënde, atë kohën e atyre viteve kur ti vet ishe ashtu naiv, ndoshta I shikoj gjërat shumë drejt për drejt, nuk mendoj që mund të kishte prapaskena, gjëra që jeta ti mëson rrugës sepse janë pjesë e jetës në fund fare. Por fëmia duket sikur të kthen edhe një herë në atë pastërtinë e asaj periudhe të jetës, apo jo? Mua më ndodhi te goca, për shembull, kur lindi goca që mësojmë edhe që gjithë që shikonin me fjalë se Shqyqyr Zoti ka dhe 3 teze, vjera, vjeri. Njate një, ka ngjan nga baba si qik. Te mësova me kalimin e kohës dhe shive që ngjan një qiksaj, po nga unë jo. E mirë, pas ke pranuar. Me kalimin e kohës. Jo, kjo është, tash me shaka, po është... Ajo e imja, sidomos kur bën gabime, është kopje jati, kjo është fakt. Nuk është fri që ti ke zakon ta përdorësh sa herë, I ke ngjarë babait. Nuk është e vetë, gjithë që ka gjëra negative kalamajt I kanë nga unë. Po kështu është Që nga vendosur në shtëpi, jo, që ka vendosur ty dhe Geti ka rënë dakord, nuk e diskuton më fare. Është një herë mirë kjo dhe ka marrë punë. Nuk e diskuton fare, as babai vajzës time, ngjan aty pikë. Të gjitha defektet dhe gjërat negative që pozitive ngjan nga raca mami. Si rritemi bashkë me fëmijët, Grace? Si ka qenë për ty? Ludina, prindërimi që ka profesioni më I vështirë. Unë besoj se jam prindi më I ri në këtë mes, edhe pse jam me 2. Kemi Andreolën dhe Desaren me 1, jam me 2 fëmijë dhe jam bërë... Gentin e ke me 3. Gentin e kam me 3, po se kemi dhe fëmijët në një kopësh bashkë, të tretin e Gentit. Jo, I kam në shkollën të një. Tani, jemi parë vetëm në fillim, vitin e parë, kur unë qoja bashkë në kopësh. Unë po zvoglojmë mosh. Takomi shpesh erdhën në kish bashkë, me fëmijët të djelave për festa. Së të marën të se edhe unë. Me Gentin shihemi të djelave në kish, po bashkë. Njëta kish? Jemi katolik, Të shi ti tregoj se nga çkra hyn që të shohësh me Po, patjetër. Dhe të rritesh çfarë më ndodhi mua, në momentin që unë bëra 9 për herë të parë, isha në moshën 29 vjeç, që Rudina një moshë mendoj patjetër që e pjekur. Unë gjithmonë jam rritur mes një familje të madhe, me shumë fëmijë, dija të rrisja një fëmijë si ta laja, si ta ndroja dhe thoja kurdo që të vi për mua është I mirë pritur, edhe pse gjithmonë vrapoja pas punës dhe prioriteti im ka qenë gjithmonë puna. Me ardhjen e Emelit ndryshuan patjetër u shtua përgjegjësia, ndryshuan prioritetet, dhe patjetër përparësi mori familja dhe
dashur pa dashur ti kupton që nuk pas ka qenë vetëm puna. Unë isha puna, patjetër dhe familja kisha një ditë diele që ndaja me motrat e mia, me familjen time, me familjen bashkëshortit, por pam që ndryshoi gjithçka. Pastaj me ardhin e të dytit ishte po e njëjta gjë, thjesht shtohen përgjegjësitë. Unë mendoj që rritesh bashkë me fëmijët. Unë jam rritur bashkë me fëmijët, shpesh herë ballafaqohesh edhe me ato situatat që ta Genti dhe Dasar që edhe të manipulojnë, mbase ne kemi qenë pak më tepër empatik, më pak kërkues ndaj të paktën kërkesave të prindërve. Po kush na linte neve më të fillim që një realitet tjetër. Jo, ka qenë realitet tjetër, por unë të paktën në familjen time e dija gjendjen time dhe them edhe kur unë mendoj që ne që të gjithë ne kemi provuar gjitha gjendje, kemi qenë në gjendje shumë të mirë, kemi qenë edhe në gjendje si gjithë pjesa tjetër. Por kur, për shembull, unë nuk kam kërkuar. Kur unë dhe motrat e mia nuk e konceptoja që duhet ta kërkoja me ngulm, shumë rrallë shija shoqe që qanin, zvarriteshin në tokë dhe unë thoja kjo është e pamundur. Unë këtë te fëmia im nuk do ta lejoj kur në kurrës. Po kot nuk thonë që kur mos thuaj kur. Dhe e si ke reaguar ti në ato situata për shembull? Nuk ka qenë deri në atë pikë, por që e dua dhe pikë. Në fillim, unë mendoj që këtu na e prishin balancën çik baballarët. Se vjen babaj dhe jep të gjitha. Jo, varet për babaj është. Në familjen tonë jam unë ajo që Unë jam ajo që tërheq. Kurse mbase edhe duke mos qenë babaj gjatë gjithë kohës, më shumë në punë, baballarët edhe sidomos tek vajzat, marrëdhënia me vajzat është ndryshe. Rritjen e fëmijës, se rritemi dhe neve, duhet pranojmë edhe fjalët e bukura që na kanë thonë ato nona tona që janë atje, u rrit fëmia. Jo, ashtu shtëpia. Sa vjen shtohen problemet, nuk është se paksohen. Shumë e bukur është ajo që... Po ballafaqohesh edhe me këto situata. Nuk kam, i thash, mami, unë kam vetëm kaq lekë. Mami, po ti ke kartën. Edhe ti mbetesh këtu. Mami, po nuk kam asnjë nga... Ke ti, po s'do të m'japësh mua. Domethënë me gjitha... Dhe fillon e mësohesh, por ajo mbi të gjitha e ceku Andreola është durimi. Kemi mësuar t'i themi durim. Është shumë ti përveç edhe ajo që ne kemi mësuar është përveç se që mos t'i themi vetëm ti duhet bësh kështu dhe ti duhet sillesh kështu, ka mësuar që duhet t'i dëgjojmë shumë më tepër, edhe të mësojmë edhe ne prej tyre. Jo vetëm ti dëgjosh edhe mos t'i japësh përgjigje se më keq është kur i përgjigjesh. Besoj që është edhe me faza. Nëse do të bëja një panoramë që nga lindja dhe deri tani që vajzën e kam 10 vjeçe, ka një ndryshim shumë të madh edhe të asaj që ka ndodhur me rrugtimin tim si nën. Sigurisht vitet e para deri në 3, 4 edhe 5 vjeç, je shumë e brisht edhe ti si nën për atë beben e vogël që je duke rritur me ato ëndrat edhe projektet që bën, se si është vizioni yt për të arritur këtë fëmijë në mënyrë të përgjegjshme. Pastaj janë momentet e bukura, qoftë kur bën një lëvizje si fëmijë që hypën te një trotuar që dhe ti kur ke qenë e vogël e bëja atë lëvizje. Prap dhe një moment i mrekullueshëm që të kthen dhe ty në fëmijë dhe do ta ndash me fëmin tënd, dhe këto janë momente shumë të bukura të sugjeruara edhe nga psikologët për të luajtur me fëmijën. Kjo është shumë e vërtetë. Dhe pastaj vjen kjo faza e edukimit, që sigurisht është faza më e vështirë, është faza ku duhet jemi më të fortë se kurrë, ku duhet kemi durim më shumë se kurrë, ku ne prindrit bëjmë gabime rrugës, nga dashuria shumë e madhe, po duhet të kuptojmë që duke i dhënë, nuk është se po i ndihmojmë, e bëjmë vetëm nga dobësia e dashurisë që kemi, domethënë po nuk është mirë. Unë të garantoj vetëm një gjë që do të ndryshoj shpreha. Ti ke kartën, do të ndryshoj me ku e ke kartën. Këtë ta garantoj, ta jap shumë. Duke u rritur e duke Shpesh e rrim dhe i bëjmë pyetje vetes. Ku e kam unë gabimin? Domethënë se ka pyetje, domethënë sa vjen dhe rriten, shtohen pyetjet dhe përgjegjësitë dhe ti Këto janë sfidat e prindërimit, por ama ka shumë momente të tjera gjatë prindërimit ku ti shef fëmin tënd të sillet në një moment të caktuar dhe ti mahnitesh ose e adhuron për një sjellje, për një fjalë, për një shprehje që thot, për një gest që bën, për një veprim caktuar. Dhe pikërisht janë këto ato momente që ti thua sa jashtëzakonshëm është fëmia im, dhe unë besoj që çdo prind ka pas momente të tilla me fëmin e vet që ka përjetuar ka natyrë. Dhe këto janë ato momente që do të bëjnë të reflektosh edhe të kuptosh që prit se ja, i vogël fëmia im, po unë e mësova këtë gjë nga sjellja e tij. Përgjigje që na japin për edukimin që i kemi dhënë, se nuk vjen fare
në mënyrë automatike. Sigurisht ka disa fëmijë që janë më të shkathët, më inteligjent, më kujton. Por është edhe edukata që kemi dhënë ne. Ata reflektojnë me kalimin e kohës atë që neve kemi futur tek ata. Un kam një situatë shumë të freskët dhe shumë interesante që më ka ndodhur, që më ka lënë vajza ime gojë hapur. Jo para shumë kohësh, domethënë kisha një makinë përpara, edhe po ecte shumë ngadalë dhe ishim në autostradën Tiranë-Durrës. Edhe e kisha mbrapa vajzën dhe i thash, "Hëmi mam, ky çuni tash i po jep makinës", tash. Është duke parë celularin apo është hutuar se mos është me fidancatën e vet, si të fidancatën, me të dashurën e vet. Kaq budalla sa është ky mami, tha, që ecën në mes të autostradës me 30 në orë, tha, nuk ka shanse të ketë fidancata, tha, po të jetë në celular. Më bëri shumë përshtypje. Me sigur që ka qenë celular në moment ai. Për një fëmijë të vogël, tash jetoj Ne kështu. kam mendimin çik ndryshe, se unë them, ne kam pas fajin nonat neve, sepse nonat janë ato që të përkëdhelin më shumë. I bukri nonës, i mençmi nonës, i jashtëzakonshmi nonës. Dhe ne kur u rritëm kuptum që nuk ishim më të bukrit dhe më të mençmit. Ju çunat përkëdhelin ashtu. Po flas për. Kur u rritëm ne kuptum që nuk ishim më të bukrit dhe më të mençmit, se ka të bukrit mençëm sa dush. Puna është kur ti i thua fëmijës, ti je më i miri, unë nuk jam. Qofse ti je në gjendje dhe të gjykosh për nivelin tënd të inteligjencës, do me thënë që... Po nga që janë budallar veti, themi nuk je më i mirë. Je mirë me inteligjencën. Ma thot gruaja ka 20 vjeç, ma thot që je budall, po... Mosi. Dhe unë prap të njëjtën pyetje kam me gruan time, dhe ja bëj prap shpesh, them, "Ore, kush është budalli? Ti je mençme që ke mori budall si punë ire, apo budalli që ka mori mençme si punë? Kush është budalli këtu?" Te seriun ta. Barazimin të Edmond, na Po tregon shoh pak një ti. stand-up më duket. E ke sit down. Nuk duhet humbur shfaqjet e Gentit që janë fantastike. Të mërkurën ke Teatri Metropol. Të mërkurën. Po. Në Teatri Metropol është shfaqja jote e radhës? Stand-upi i ri, që po kam bërë pushtimi titullohet. Pushtimi. Pushtimi. Me etimologjinë e fjalës. Okej, shumë bukur. Qa tematike, do të flasë për tematike. Pastaj ato të dalim nga tema. Stand-up komedi. Jo, fjala pushtimi, po ta shohësh në fjalor, fjalën pusht, do të thotë gruar, kurvar, maskara. Është e përkthyer. Fjalët mrap. Tash ti po me konotacion seksual. Gruar është kategoria e parë që jam unë dhe shumë burra tjerë që trurin e kanë pushtuar mendimet e gruas. Okej. Kur varet nga tjetri, jo, nuk është me konotacionin. Kur varet nga tjetri, ti jam marrë me gjithë kategori, pastaj është kategoria e tretë, maskara, që janë politikanët, që na marrin ne, na trajtojnë si mas, sepse i duhen votat, dhe pastaj na trajtojnë si prapashtesa, mas e na kanë marrë votën. Ja, kjo është. Kështu që të mërkurën mos harroni ta ndiqni këtë shfaqje të Gent Azize dhe që me siguri do të vazhdoj edhe në ditë të tjera, siç e ke ti atë turin tënd, i cili është jemi me xhirimet e filmit, jemi me xhirimet e filmit në Itali. Po xhironi film gjithashtu në Itali, me kë? Po. Për Rajunën, me produksioni Piko Medias, regjizor Renato De Maria, është një seri TV për Rajunën, unë jam këtë 2 serit e fundit, po të jepin në 4 net. Ka lidhje me faktin që je shqiptar, nuk është se Jo, një rol që... luaj rolin e një serbi, që ta di. Nuk ka lidhje me mor. Ka lidhje, nuk është shqipërianes. Aktor kryesor është Claudio Bizio, moderatori i famshëm i Xelik. Pas ke bërë? Je në xhirime si tani, ë? Po. Jam kthyer, bëj një shfaqje dhe kthehem prapë në xhirimin në Itali. Urime, si të shkojmë në Raj, ku të transmetohet. Në Rajunë. Është një kasi mrekullueshëm. Më kujtu një barsalet, se gjithmonë i pashkan gjithë Gjirokastrit dhe kjo e Gentit, që i vdes gruaja dhe ke parasysh edhe shkon aty dhe vdiq dhoksia. Po 200 lekë shfaqja, si një rresh një. Atëherë vdiq dhoksia, shitet benzin për tavagaz, gjithë e rreshtoi gjithë. Hipet shtëpia me qira, edhe Gerti i kryu të vetat. Po e lam tash rutina se mutoi. Po ngje ke serbi. Unë do të ftoj ty të shkosh me mesazhin tënd që ke përgatitur 90 sekondësh që besoj është një temë totalisht tjetër. Edmond, të ftoj të shkosh te aktore. Ke 90 sekonda të larg aty se për 90 sekonda me mesazhin e tij 90 sekonda për teleshikuesit tanë në këtë moment le ta ndjekim. Atëherë kur lindi vajza e parë, si gjithë shqiptarët, u mërzita, është gafa ime donë, sepse doja gjithmonë shqiptarët duan çuna. Dhe e shifja një krijesë, thash, është e imja kjo apo s'është. Edhe duke u rritur, pastaj më kujtuaj shpreha që i thot vajza babait që më duhet domethënë 6 muaj të bëj që të më duash gjithë jetën. Edhe kjo është, si thush, një emocion shumë i veçantë, sepse lindi edhe e dyta dhe pastaj nuk bëra këtë gabimin që
nuk mendova për versionin që o bubu mu bën dy goza. Dhe gabimi vetëm është që me qëse ne jemi një periudhë tranzicioni, unë e qova shumë largë të parën, po bëhet gati dhe dyta për të studiuar dhe për të jetuar. Faktikisht nuk është gjë mirë që të komunikosh në përmbet një xhami. Duke menduar që nëse po i krijon një mundësi më të mirë dietese dhe si thuash, kjo është edhe dilema që kur do bëhet ky vend që ne mos largojmë fëmijët tanë. Faleminderit. Edmond, ajo kapela jote se ne aty kemi të konceptuar ndriçimin e të gjitha për të krijuar Më fut në gjendje. ndryshe, po kaska e kapelës tënde të binte sipër dhe vetëm mjekra të dalloje në dritë. Kështu që vetëm mjekra. I uli sytë se po qante. Jo, aq shumë. Jo, deri aty pa afër. Emocionua. Mirë, do të kemi publicitet, do të rikthehemi më njëherë më pas me të miq tan për të vazhduar këtë temë kaq të bukur. Kemi shpejt.